O përfol në media se Bashkia Islame ka vjedh vitrat. A do të mi qur vitra në xhami apo jo? Por unë preferoj që ma mirë është se në xhami megjithatë nuk jesin keq, se ka të ardhuna mënyra të ndryshme, por personat që kanë kushtet e vështira mundesh me i gëzu që ata fëmijët tyne me disa të mira për Bajram. A i ka punë ma mirë që 4 vjetë, a ja ka vështërsu jetën familjarve, apo ja ka letësu. Dhe unë e po thamë, mu e dikon për 200% ma keq mu ka vështërsue jeta që 4 vjetë me Albin Kurtit. Të dashur miq, jam këtu me një zotëri i cili nuk mundet me fillu ose me mbaru Ramazani pa e marrë një mesazh prej këtij zotërie. Me mua është Shajb Hajrizi, banori i Prishtinës. Qysh je Baca Hajrizi? Mirë, faleminderit Zotit. Të shabac, po ti e zotëri. S'ka problem heq. Çfarë mesazhi ke pas për këtë Ramazan, sepse si vjet ka fillu Ramazani e deri në fund gati s'moj të më të pa, e tash unë po du me marrë 2 mesazhe për këte, mesazhin për Ramazanin edhe për Bajramin. Po për Ramazanin, mesazhi është, Ramazani është muj i shejt, muj i rahmetit, muj i mirësis, muj i mirë kuptimit, i tolerancës, e shumë tjerave. Do me thonë, nëse gjatë vitit nuk ke mujt me ndryshu veten për të mirë, vazhdimisht për të mirë, atëhere mujnë e Ramazanit është mirë me e ndryshu veten. Gjithmonë po foli për të mirë, për të keq, dhe është Zoti mos e ndryshoft kërkush, po për të mirë. O përfol në media se Bashkia Islame ka vjedh vitrat. A do të mi qur vitra në xhami apo jo? Unë këta nuk e besoj, fare nuk e besoj. Normal që mundësh edhe në xhami, po që unë e pe tham një mendim timin. Unë ma shumë e preferoj mi qu dikujt personalisht, ndonjë njeriu që është me kushtet vështira, sepse me që ato mjete mundet mi gëzu fëmijën e vetë, se sa në xhami. Jo që s'ka nevojë në xhami, mos të keq kuptohem. Por unë preferoj që ma mirë është se në xhami megjithatë nuk jesin keq, se ka të ardhuna mënyra të ndryshme, por personat që kanë kushtet e vështira mundesh me i gëzu që ata fëmijët tyne me disa të mira për Bajram. Cili është mesazhi yt për Fitër Bajram? Për Fitër Bajram, unë i uroj gjithë besimtarve Fitër Bajramin dhe ju dëshiroj shumë shëndet, shumë suksese, mirësi, e gëzime në familje. Dhe pa dasht me hinë politik, por është e pashmangshme, ju uroj që ky popull dvedisohet. Dvedisohet dhe mos dëvëton për inati se e murën qafë Kosovën, por dëvëton me analiza, me argumente, me situatë çfarë është Kosova. Ne të analizon mirë, a i ka punë ma mirë që 4 vjetë, a ja ka vështërsu jetën familjarve, apo ja ka letësu. Dhe unë e po thamë, mu e dikon për 200% ma keq mu ka vështërsue jeta që 4 vjetë me Albin Kurtit. Nitëm që qeveria piqet ka 100 euro për pleqe dhe për fëmijë tash për Bajram. Po qeveria me që ato dhe i ka ble votat. Ato pare jep veç mi majtë votusit e vetë. Ne të rrit pensionin, njërë që shdojt me rrit, ne të rrit pagat dhe mos t'i jep, këto janë vitra. Am vete ma herët për vitra? Po. Unë do të mi dhonë dikujt vitrat, tash qeveria për na jep neve do vitra. E për na i merë për rrymë dupla.
Rryma po shtrejtohet, ama tha për Bajramin gat, tha që hekurosti para Bajramit. Po, për që ata për na uron Bajramin me shtrejtim të rrymës. Që 3 herë gjatë 4 vjetëve, e vetëm atë qeveri që e ka rritë rrymen, edhe dikun 140% u rritë rryma që 4 vjetë. Apo? Edhe qytetarët janë të knaqën prapë me ta. Se Albini ka thonë. Albini sonte me dalë me thonë e dava Kosovën për gjysë, kanë me dalë me thonë vëtus të vetë kanë me thonë mire ka. Kjo është merë. Prandaj unë uroj që të vedisohen, Zoti vedisoft këta njerë, dhe kur t'ja jepin votën, me ditë kujna për ja dhonë votën. Jo veç për inati, se për inati po dëmtohet vendi Kosova, po. E vërtetë. Faleminderit që ishe pjesë e jona Trujtzov. Faleminderit edhe juve, shfrytëzoj rastin e ju uroj edhe Bajramin edhe gjitha të mirat në jetë. Edhe na të dashur mirë që uroj që ky muaj bekum t'ja pranon Zoti lutjet, agjerimin dhe sadakan. Ky muaj i rahmetit tash po përfundon dhe Zoti ja pranoft agjerimin. Të dashur miq, urime Fitër Bajrami, sepse vërtet kena nevojë për pak amëlzim. A ka amëlzim atë madh kur baklava shërbehet me shërbetin më të amël, sepse jena ba ferë gjatë këtij muaji.